A jeni kurioz të dini se sa e mbrojtur është shenja juaj nga universi? A ka mbrojtjen ëngjëllore? Cilët janë shenjat më të mbrojtura dhe cilat më pak? 3 shenjat e para janë konfirmuar nga të gjithë astrologët si shenjat më me fat dhe të mbrojtura nga universi. Më pas vijnë të tjerat të cilat astrologët kanë mendime dhe rezerva. Gjithsesi, shikoni renditjen të paracaktuar. Le të fillojmë me 3 shenjat më fatlume. Cila është shenja e parë? Sipas parashikimit të astrologëve, shenja më me fat janë peshqit. Ato kanë lidhje direkte me ëngjëjt. Peshqit nuk janë thjesht ëndrrimtar, ato janë radhja përmes së cilës flet universi. Mbrojtja. Ato kanë një ushtrim me ëngjëj mbrojtës që u qëndrojnë tek koka. Kur një peshk ndjen një shtrëngim në gjoks apo një shenjë të vogël, ai nuk e injoron. Sekreti i tyre, dorëzimi i egos. Peshqit thonë, u boft vullneti i Zotit, dhe pikërisht ky besim i patundur bën që mrekullitë të ndodhin atëherë kur gjithçka duket e humbur. Pra peshqit normalisht i jetojnë në ujëra të bekuara. Tani të kalojmë tek shenja e dytë, e cila është fatlume dhe mbrojtje nga universi. Shenja e dytë është shigjetari, i prekuri i Jupiterit, planetit të fatit. Shigjetari është si ai njeriu që bie nga kati 5 dhe bie në këmbë pa asnjë gërvishje. Mbrojtja, ato mbrohen nga Jupiteri, që është si një vëllai i madh që i nxjerr nga rreziqet. Ato guxojnë aty ku të tjerët dridhen, sepse ndjejnë që dikush lart i mbron. Sekreti, ato nuk pranojnë rregulla të kota dhe besime që i mbajnë të bllokuar. Mesazhet u vijnë si ndriçime të rrufeshme në mendje. Shigjetari është shpirt i lirë që universi e mbron me fanatizëm. Shenja e tretë fatlume është akrepi, mjeshtri i transformimit shpirtëror. Akrepi nuk ja ka frikën errësirës apo vështirësive, sepse ai vetë është mbret i botës së përtejme. Mbrojtja e tyre vjen nga Plutoni, planeti që shkatërron të vjetrën për të ndërtuar të ren. Ato kanë një intuit skaner që i lejon të shohin të vërtetën e pastër, edhe kur dikush përpiqet t'i gënjejë. Sekreti, guida e tyre shpirtërore u dërgon shenja dhe kode që vetëm një akrep di t'i deshifrojë. Ata rrezikojnë gjithçka për të gjetur të vërtetën, dhe universi i shpërblen duke i bërë të pathyeshëm. Akrepi është i blinduar nga forcat të larta. Këto ishin 3 shenjat me mbrojtje hynore, por le të vazhdojmë me shenjat e tjera dhe të shikoni nëse vërtet keni një mbrojtje hynore më shumë apo më pak se të tjerët. Vazhdojmë me shenjën tjetër, Luani. Mbrojtja përmes dritës hynore. Luani nuk është thjesht mbreti i xhunglës, por mbreti i dritës. I udhëhequr nga dielli, kjo shenjë ka një mbrojtje që vjen nga zjarri i brendshëm. Mbrojtja. Aura e Luanit është aq e shëndritshme sa shërben si një mburojë natyrale kundër syrit të keq dhe smirës. Kur dikush përpiqet t'i bëjë keq një Luani, drita e tij e verbon kundërshtarin. Sekreti, ato kanë një lidhje të veçantë me forcën krijuese të universit. Sa herë që rrëzohen, një forcë e padukshme i kap përdore dhe i nxjerr në skenë më të fortë se kurrë. Drita e tij djeg çdo ligësi. Gaforja, mbrojtja përmes paraardhësve. Gaforja mbrohet nga hëna, por sekreti i tyre i vërtetë qëndron tek lidhja me botën e shpirtrave të familjes.
Mbrojtja. Kjo shenjë ka ushtrinë e paraardhësve pas vetes. Gjyshrit dhe stërgjyshrit që nuk jetojnë më bëhen roje shpirtërore për gaforën. Ato ndjejnë një ftohtësi apo pasiguri kur diçka nuk shkon. Kjo është shenja që po i mbrojnë. Sekreti. Shtëpia e tyre është kështjell energjetike. Edhe pse duken të ndjeshëm, gaforët kanë një instinkt mbrojtës që vjen nga rrënjët e lashta. Gaforja nuk është kurrë vetëm, ka një ushtri shpirtrash që ruan ditë dhe natë. Shenja tjetër, ujori, mbrojtja përmes vullnetit universal. Ujori mbrohet sepse është i dërguari i së ardhmes. Ruhet nga Urani, planeti i rrufes dhe ndryshimit të papritur. Mbrojtja. Universi ka nevojë për mendjen e ujorit, që bota të ecë përpara, prandaj i mbron në mënyra të çuditshme. Kur rreziku afrohet, ujori pëson një shkëndijë në tru që e bën të ndryshojë rrugë në sekondën e fundit. Sekreti, ato mbrohen sepse guxojnë të thyen rregullat që mbajnë njerëzit e tjerë peng. Duke qenë të lirë nga egoja e tepërt, ato bëhen kanal për mesazhet që vijnë nga dimensionet më të larta. Ujori është vizionari që qielli e mban në vëzhgimin special. Dashi. Dashi nuk pret që t'i ulet një engjëll mbi shpatull. Ai bëhet vetë engjëlli luftëtar. Mbrojtja ruhen nga Marsi, planeti i aksionit. Mbrojtja e tyre është sulmi. Universi i mbron sepse ata nuk kanë frikë. Kur një dash vërshon përpara me besim, vetë hapësira e tij pastrohet nga pengesat. Sekreti, ato kanë një forcë jetësore, prana shumë të lartë. Sëmundjet dhe energjitë negative e kanë të vështirë të ngjiten tek një dash që digjet nga dëshira për të jetuar. Dashi e çan rrethimin me forcën e shpirtit. Demi, mbrojtja përmes tokës dhe natyrës. Demi mbrohet nga rrënjët. Sa më shumë që një dem i prek këmbët në tokë apo në barë, aq më shumë mbrojtje merr. Mbrojtja, ato kanë një lloj mbrojtje magnetike. Natyra i do demët dhe i mbron përmes qetësisë. Kur bota bëhet lëmsh, demi gjen një qoshe të qetë dhe aty universi i dërgon paqen që i duhet. Sekreti, durimi i tyre është bekim. Ato nuk rrëzohen nga stuhitë e vogla, sepse janë të lidhur me energjinë e lashtë të planetit. Demi është kështjella që asnjë tërmet shpirtëror nuk e tran. Binjakët. Binjakët kur nuk janë vetëm, edhe kur janë vetëm. Ato kanë një mbrojtje të dyfishtë. Mbrojtja ruhen nga Mërkurri. Mbrojtja e tyre vjen përmes komunikimit të shpejtë. Ato shpëtojnë nga rreziqet, sepse rastësisht dëgjojnë një bisedë, lexojnë një mesazh apo marrin një telefonat që i lajmëron në kohë. Sekreti, mendja e tyre është aq e shpejtë sa që fatkeqësia nuk i kap mat. Ata rrëshqasin si era mes problemeve. Binjakët janë zëri i universit që lajmëron rrezikun para se të vijë. Virgjëresha, mbrojtja përmes sakrificës dhe shërimit. Virgjëresha mbrohet sepse ajo vetë është shëruese e kësaj bote. Universi nuk e le të dëmtohet dikë që ndihmon të tjerët. Mbrojtja mbrohen nga pastërtia e qëllimit. Kur një virgjëresh punon në përkushtim, ajo krijon një fushë energjetike që nuk lejon kaosin të hyjë brenda. Sekreti, analiza e tyre e hollë është mbrojtja më e mirë. Ata i nuhasin njerëzit me qëllime të këqija që në fjalën e parë. Virgjëresha mbrohet nga syri i prehtë dhe zemra e drejtë. Peshorja, mbrojtja përmes drejtësisë hyjnore. Peshorja ruhet nga Afrodita, Venusi, por mbrojtja e saj e vërtetë është Karma. Mbrojtja, për shkak se kërkojnë gjithmonë ekuilibrin, universi ndërhyn për të vendosur drejtësi për ta. Nëse dikush i lëndon,
Ligji i karmës vepron me shpejtësi rrufeje mbi atë person. Sekreti, hishmëria e tyre është një armë. Ato zbusin dhe armikun më të egër, vetëm me praninë e tyre harmonike. Peshorja mbrohet nga ligji universal i ekuilibrit. Britqapi, mbrojtja përmes mençurisë dhe kohës. Britqapi mbrohet nga Saturni, mësuesi i madh. Kjo mbrojtje nuk është gjithmonë e lehtë, por është më e forta. Mbrojtja, ato mbrohen duke u bërë të vjetër në shpirt që në vëzhli. Ka një disiplinë që i mban larg rrugëve të gabuara. Mbrojtja e tyre vjen përmes përvojës dhe rezistencës ndaj vuajtjes. Sekreti, ata janë si diamantët, sa më shumë presion të kenë, aq më shumë shkëlqejnë. Universi i ruan sepse ata janë shtyllat e kësaj bote. Britqapët mbrohen nga koha. Ai fiton aty ku të tjerët dorëzohen.